Për gati 11 orë, antarët e Partisë Demokratike u bën pjesë e referendumit për konfirmimin e Sali Berishës për një tjetër mandat në krye të Partisë Demokratike. Procesi duhet të mbyllej në orën 18, por për shkak se në disa deg kishte ende demokratë që kërkonin të bënin zgjedhjen e tyre, afati u shty duke u përmbyllur një orë më pas. Në kutitë e votimit u thritën 51.737 persona, prej tyre morën pjesë gati 40.000, ku vetëm 1.600 nuk ishin me mendjen që Berisha të vijonte kryetar. Vota pro kryetarit Sali Berisha 37.341. Vota kundër 1.055. Vota abstenim 506. Sali Berisha në daljen e parë falenderoi edhe ata që votuan kundër. Jemi një familje. Me një tjetër mandat në krye të Partisë Demokratike, tha se aksioni do të vazhdojë. Të ecim të pamposhtur në përmbushjen e misionit të madh. Me votën tuaj, ju keni lënë pa gjuhë organizatën kriminale dhe kreun e saj. Keni lënë pa gjuhë kartelet e drogës dhe lidhjet e tyre me qeverinë. Të shtunën e ardhshme, Partia Demokratike do të thrasë kuvendin kombëtar, ku dhe do të vendosen ndryshimet në statut dhe do të votohen antarët e kryesisë dhe drejtuesit e demokratëve.